Siguria është e lartë. 3 të akuzuarit për organizimin e vrasjes dhe ekzekutimin e Liridona Ademaj të hënën pan video të ditës kritike, 29 nëntori 2023. Prokuroria speciale prezantoi provat materiale që tregojnë lëvizjet e Naim Murselit që nga mëngjesi 29 nëntorit. Ai ditën e nisi me një takim në një pikë derivatesh me Granit Plavën. Naimi me Granitin u takuan sërish edhe një herë në mbrëmje, në një tjetër pikë derivatesh. Naim Murseli del dhe i afrohet. Tani e shohim që Granit Plava edhe i jep një pije energjike. Granit Plava me siguri po i verifikon gomat dhe shihen së bashku shkojnë largohen. Bisedojnë me siguri, po e marrë me mend se po merren vesh se si ta përfundojnë punën. Para trupit gjykues u lëshuan edhe incizime nga kamerat e sigurisë së shtëpisë së Naim Murselit, ku shihet fillimisht që aty vjen Liridona Ademaj bashkë me fëmijët. Në mbrëmje, aty vjen Naim Murseli dhe i merr për të shkuar në një restorant. Gjatë gjithë kësaj kohe, përmes kamerave të sigurisë nga kompanitë përreth rrugës, shihet se pasyre shkon me vetur Granit Plava. Madje i njëjti hyn dhe darkon në restorantin e njëjtë me ta, duke përdorur hyrje dhe tavolin tjetër. Në një moment të darkës, prokuroria veçon një pjesë ku Naim Murseli ngritet nga tavolina dhe i bie rrugës afër tavolinës së Granit Plavës, duke e sinjalizuar atë me duar. Pas darkës, Naim Murseli me Liridona Ademaj dhe fëmijët me një vetur të tipit BMW largohen. Me njëherë pasyre dhe Granit Plava me një vetur të tipit Seat, me të cilën është parë gjatë gjithë ditës. Në seansë u lëshua edhe një audio incizim ku dëgjohet krisë me armës dhe të qarat e fëmijëve. Më pas, nga kamerat e një autobusi urban, u shfaqën pamje të vendit ku ndodhi vrasja. Askush nuk është në rrugë, as ta ndihmoj Liridonën e as ta rrezikoj Naimin. Asnjë nga provat nuk u kundërshtua nga mbrojtja, mirë po disa komente për to i pati mbrojtja Murselit. Lëvizjet e tyre, palëve të cilat pretendohen se janë të involvuara, nuk vret se ata kanë komunikuar me zonë. Andaj nuk mujmë ne me zero përfundime duke i pa lëvizjet e palëve. Ka po lëvizin, ka desh me thonë kështu, ka thonë kështu, ka thonë kështu. Gjithë këto pamje të natës kritike nga afër i pa edhe vëllai Liridona Ademaj dhe për të ky nuk ishte një moment i lehtë. Sot për ne nuk ishte një ditë e lehtë, pasi që i pam edhe videot e fundit të jetesës së motrës sonë. Pra ajo se çfarë pam në video sot ishte që 3 të akuzuarit e kanë planifikuar mirë, pasi që e gjithë ngjarja ka ndodhur vetëm për 7 minuta. Gjyqi ndaj Murselit, Plavës e Kokallës do të vazhdojë në muajin janar të vitit të ardhshëm. Edhe i shtisë